sot jemi në episodin e radhës të podcastit Shëndeti i Pari, ku do të flasim me doktoresh Ina Kola, që është mjeke kirurge plastike, për artin e kirurgjisë plastike. Doktoresh Ina, të falenderoj që je sot këtu me mua. Të falenderoj për ftesën. Atëherë unë personalisht si mjeke gjithmonë specializimin e kirurgjisë plastike e kam parë si balanca midis artit dhe shkencës. Pra le themi një groshetim apo një ekuilibër midis këtyre dy të dyjave. Në Shqipëri është trend të shkuarit tek mjeku i kirurgjisë plastike, sepse në rrethin shoqëror e vëm shpesh re që dikush ka shkuar se ka bërë buzë, dikush ka shkuar se ka hequr shtresë jamore te barku pas lindjes, dikush ka shkuar sepse ka korrigjuar një defekt të hundës që e ka pas të lindur dhe me probleme frymëmarrje, pra zëri se pak a shumë pothuajse të gjithë kemi shkuar një herë te kirurgu plastik. Po tashmë, pas kaq viteve, është bërë si trend që ka një lloj edukate ose dashurie për veten ose një lloj mirëqenie të fizikut dhe vëmendje që ne kushtojmë pamjes së jashtme? Si të duket? Pyetje shumë interesante. Në të vetvete, kirurgjia plastike është art. Pra, kur bëhet ashtu siç duhet dhe bëhet natyrale. Vitet e fundit është shtuar numri pacientëve që i drejtohen kirurgut plastik. Pra, pacientët janë më të informuar, më të vetëdijshëm për problematika të trupit të tyre. Dhe ata dinë domethënë në një farë mënyre ku të drejtojnë që të gjejnë zgjidhje. Janë shtuar numri pacientëve që drejtohen për kryerjen e rinoplastikës, që është një nga ndërhyrjet më të shpeshta. Gjithashtu operacioni hundës. Operacioni hundës, operacioni heqjes djamit, rimodelimi i gjoksit, zmadhimi ose zvoglimi, por edhe mirëmbajtja, pra edhe trajtime të tjera jo kirurgjikale të mjekësisë estetike, si mirëmbajtja heqja e rrudhave apo mbushja me fill. Gjithmonë këto trende kur janë natyrale dhe të bëra mirë. Kjo pjesë nuk më thua natyrale, në sensin jo të abuzimit apo të egzagerimit, besoj. Sepse shikojmë ndonjëherë që dikush duket shumë mirë që ka ardhur nga kirurgjia plastike sepse ato buzë bien shumë në sy, apo është një gjoks më shumë i madh se sa shkon në proporcionet e trupit të vet. Po marr si shembull. Le të themi më përpara ka qenë ai trendi që kanë dashur vithet e egzageruara. Shtim volume të mëdha, një gjoks shumë të madh, por në trendet e fundit të 2025 tani shkojnë drejt naturalitetit. Pra, dhe ata që kanë bërë vithet e mëdha kanë dashur që t'i heqin, proteza gjire shumë të mëdha kanë dashur që t'i zvoglojnë dhe të kthehen më shumë te naturalja. Pra, kjo le të themi është një trend pozitiv dhe duan të bëjnë më shumë ndërhyrje mini invazive, pra që mos të kenë shenja kirurgjikale të mëdha, siç bëheshin më përpara, tani duan pra një heqje double chini që bëhet përmes liposuction-i, ndërhyrje që nuk lën shenja dhe nuk arrin që të kuptojnë nga të tjerë çfarë kanë bërë. Pra pa ndryshuar shumë në syrin e jashtëm. Atëherë ne vim te kirurgu plastik sepse duam që të dukemi më të bukura, duam të ndihemi më mirë. Pse jo të sfidojmë edhe moshën, plakjen, sidomos për këto rrullat e para që fillojnë edhe na duken mas të 35-ave. Si mendon për filtrin psikologjik që duhet të ekzistojnë disa pacientë, sepse ndonjëherë dëgjoj që thotë që dua të operoj hundën, ndonjëherë dhe në mosha shumë të reja, por kur ti e shikon ka një hundë normale. A duhet të ekzistojë që mjeku për shembull ta këshillojë që para se ti të shkosh te kirurgu plastik ose para se ti nënshtrosh një procedurë të tillë, të bësh një konsultë me një mjek psikolog apo me një psikolog apo mjek psikiatër në këtë rast? Është shumë e rëndësishme që të kemi një bashkëpunim, patjetër, domethënë që ta pacient do ishte mirë që të ishin të filtruar një herë nga psikologu apo nga mjeku psikiatër për problematika të shëndetit mendor. Por në vetvete mjeku është dhe psikolog. Pra, eksperienca të bën që ti je dhe psikolog dhe arrin ta kuptosh që kush pacient realisht do të përfitoni nga një ndërhyrje kirurgjikale ose jo, pra që të rrisi vetbesimin, të ndihen më mirë se ky është dhe qëllimi jon, dhe kush pacient e kamuflon domethënë shkuarjen tek kirurgu plastik për një ndërhyrje të caktuar duke kamufluar probleme të shëndetit mendor. Pra janë pacientë që shkojnë në shumë mjek duke kërkuar procedura të ndryshme, ndonjëherë të parealizueshme, me qëllime domethënë që bien ndesh me atë që çfarë ofron kirurgu plastik, dhe këta janë ata pacientë domethënë që gjithmonë nuk do jenë të kënaqur. Do shkojnë në shumë vende dhe janë të zhgënjur, dhe këta në fakt janë pacientë që duhen patur kujdes dhe duhen mbajtur larg, sepse për këta nuk është zgjidhje ajo ndërhyrje, ajo kirurgji.
Pra, më shumë është që ata nuk janë mirë me veten dhe reflektojnë mirë me probleme veten, të shëndetit mendor, ndonjëherë depresion, ndonjëherë Po. bati dismorfia dhe probleme të tjera që mund të kenë. Sepse jo gjithmonë rritja e vetbesimit apo të bërit të ndjerë mirë me veten është korrigjimi i defektit fizik që ne mendojmë që e kemi tek vetja. Por do doja shumë që këtë fjali që më the që ne rekomandojmë apo e njohim pacientin ta dëgjoj ose të mendoj që e zbatojnë të gjithë mjekët e kirurgjisë plastike, sepse ndonjëherë ti thua që okay, ti dëshiron këtë gjë dhe hajt e bëjmë këtë që do ti. Pra e shikon pacienti thjesht si një klient, por në fakt është më shumë se thjesht një Po. Sepse ne e quajmë paktën e kirurgjisë plastike e quajmë pacient. Unë nuk arrita që të gjithë mjekët përgjithësi, me ata që punojmë i quajmë pacient, jo klient. E quaj pacient. Pra do ta shikosh në tërësi në të mirën e do bëj anamnezën, do bëj një konsultim, do i shpjegoj rrisjet, benefite dhe do shikoj çfarë pritshmërish ka ai. Janë të realizueshme pritshmëritë e këtij pacienti apo jo. Dhe nëse ato pritshmëritë e tij bien ndesh me atë çfarë do ofrohet nga kirurgjia plastike, pra me të gjitha tentativat e mundshme, atëherë ky nuk është pacienti i duhur për një ndërhyrje të caktuar. Dhe në mjekësi vlen gjithmonë shpreha që primum non nocere, pra përpara të mos dëmtosh. A ka rrisje dhe komplikacione, procedurat invazive që përfshin kirurgjia plastike dhe si i përjetojnë këto pacientët? Trëmben apo i marrin përsipër apo ndonjëherë kur shikojnë që rrisjet janë më të shumta se sa përfitimet, operacioni anullohet dhe pacienti shkon në shtëpi në këtë rast. Patjetër, domethënë si çdo lloj ndërhyrje kirurgjikale ka rrisje. E gjitha kjo shpjegohet në konsult që bën me pacientin. Pra, pasi merret anamneza, është pacienti i duhur, sëmundshmëritë që ai ka, a lejon që ai të kryejë një ndërhyrje të caktuar. Ka rrisje, por le të them që këto rrisje minimizohen. Varet nga ndërhyrja, kuptohet, por në duart e një profesionisti me eksperiencë, ato janë krejtësisht të menaxhueshme. Gjithmonë duhet shkuar te profesionisti, se shikojnë edhe për ndërhyrje të mjekësisë estetike, drejtojnë jo gjithmonë në mjek dhe të trajnuar. Shkojnë dhe në qendra estetike dhe mund të duken si kollaj ndërhyrje të lehta, por edhe ato kanë rrisjet e tyre. Dhe nëse nuk janë bërë siç duhet, mund të ketë deformime në të ardhmen. Dhe komplikacione shumë të rëndësishme. Dhe komplikacione shumë të mëdha, po, patjetër. Me që përmendëm te komplikacione, së fundmi kishte dalë një studim për sa i përket botoksit. Botoksin e dim që është një ndër substancat më shpesh të përdorura në kirurgjinë plastike, pra. Dhe thuhet që sipas studimit botoksi migron dhe mund të prekë dhe sistemin nervor deri tek truri. A është e vërtetë dhe çfarë mund të themi ne tashmë për ato pacientë që e kanë bërë procedurën e mbushjeve të Tani, ndaj botoksit vazhdon që të jetë pak tabu. Gjithmonë pacientë pyesin edhe në mosha të mëdha që a është botoksi është i rrezikshëm apo jo. Realisht, dhe unë e kam studiuar shumë, nuk arrin që ai të migrojë, domethënë përveç zonës ku injektohet. Pra, përveç muskujt që injektohet, nuk arrin të migrojë përmes gjakut apo të shkojë sistemi nervor qendror. Por mund të migrojë në zonën përreth. Pra, nëse nuk injektohet në thellësinë e duhur, në muskulin e duhur, që duhet të jetë precize, ai mund të migrojë dhe të japi komplikacione si për shembull rënja e qepallës, rënja e vetullës, që pacienti domethënë mund të jetë 2 muaj me një situatë të tillë. Dhe kjo është e tmerrshme se asgjë tjetër nuk e rikthen dot atë përveç se ikja e efektit të botoksit gradualisht. Dhe në këtë rast më shumë shëmtohet se sa merr atë efektin pozitiv. Patjetër. Dhe le të themi që me shtimin e numrit të pacientëve që i drejtohen këtyre ndërhyrjeve estetike, janë shtuar dhe komplikacionet, sepse jo gjithmonë kanë shkuar në profesionist. Shumë e qartë. Apo humbet bukuria natyrale me këtë ndërhyrje kaq të madhe të kirurgjisë plastike, sepse normalisht ne shikojmë njëra tjetrën dhe para shumë shikojmë që sa bukur i rinë buzët shoqes tonë dhe shkojmë i bëjmë dhe ne. Sepse normalisht kirurgjia plastike me artin e vet na bën të ndihemi më mirë, më bukur, ose të dukemi më bukur, të paktën edhe në syrin e të tjerëve. Do i referojmë këtu Cameron Diaz që kishte thënë së fundmi që preferoj më mirë të kem një fytyrë me rrudha se sa një fytyrë që nuk është e imja. Çfarë po ndodh me apo zhduket bukuria natyrale apo atëherë unë jam po shikoj të shpeshherë janë shumë fytyra njësoj. Po, pra të njëjtat buzë, të njëjtat moza, të njëjtat jawline, e njëjta vetull dhe ndonjëherë kur shikon vetëm nga fytyra nuk i dallon kush është njëra, kush është tjetra. Po flas edhe për këto personazhet VIP. Po.
Çfarë punos? Unë jam shumë dakord, domethënë e respektoj mendimin e aktorë të ndryshëm si Cameron Diaz, se të tjerë janë pro plakjes natyrale, e respektoj të gjë. Por unë respektoj dhe ata pacientë që duan të plaken bukur, pra ta mirëmbajnë vete. Unë jam pro mirëmbajtjes, nuk jam pro deformimeve, pra të bëhemi të gjithë një lloj, të shohim siç i ka buzët shoqja dhe të bëhemi dhe ne ashtu, sepse nuk funksionon. Buzët e shoqës janë buzë mishtare. Le të Po, themi në nuk rrethin funksionon, shoqëror, kështu sepse shikojmë anatomia është e ndryshme te çdo njeri dhe të njëjtën teknik të përdor, të njëjtën produkt nuk do dalin kur një lloj. Kjo vlen edhe për hundët, sepse gjithmonë ka qenë ajo mendimi, kemi pasur idhuj si Bella Hadid, një hund e vogël e bukur, me por nuk majë. ekziston, nuk ekziston. Dhe duhet treguar këtyre pacientëve që nuk ekziston ajo që do e bëjmë hundën një lloj, do bëhemi një lloj si ky person. Se besoj Jo. ka pacientë që vinë me foton e një Po, aktore po, apo një po. idhulli që kanë dhe thonë dua Akoma mozat apo vazhdojnë, buzët po. apo hundën kështu. Akoma vazhdojnë që të ketë të tillë. Unë jam kundër këtyre gjërave, jam kundër këtyre pacientëve, jam kundër atyre që duan abuzime që të vinë çdo muaj për të bërë buzët me filler, sepse filleri ka një jetëgjatësi të caktuar dhe duhet të respektuar. Pra të respektojmë jetëgjatësinë e këtij filleri, të respektojmë anatominë. Pra mos ta dëmtojmë, por ta bëjmë më mirë dhe më të bukur. Të bëjmë gjëra që mos të kuptohen çfarë ka ndodhur me atë pacient, por thjesht të duket më bukur. Dhe të ndihet më mirë. Dhe të ndihet më mirë Ne patjetër. pak a shumë gjatë bisedës tonë ne prekëm që çfarë ndodh kur procedurat kirurgjikale të kësaj fushe nuk kryhen nga mjek profesionist. Jo vetëm profesionist, por edhe në eksperiencën dhe në materialet që ata përdorin kur injektojnë. Sepse kemi dëgjuar raste pafund që kanë pasur më shumë komplikacione se sa përfitime. Përmendëm rastin e botoxit kur migron ose kur nuk aplikohet në thellësinë e dur, por edhe probleme të tjera. Më tregon pak, atë kanë ardhur ndonjëherë që e kanë bërë diku tjetër dhe mund të kenë ndodhur për shembull ndonjë nekroz ose ndonjë problem tjetër më madhor? Fatkeqësisht janë shtuar shumë pacientët që kanë kryer ndërhyrje të ndryshme, si për shembull injektimi i silikonit apo injektimi i produkteve të tjera jo të certifikuara, produkte të marra jo nga distributor zyrtar, dhe fatkeqësisht kur situata është shumë keq, ata drejtohen tek një mjek ekspert. Pra, do doja që kjo gjë të ishte që në fillim. Pra, gjithmonë duhet informohen ku shkojnë, sepse komplikacionet mund të ndodhen edhe në duart profesioniste, po ka shumë rëndësi kush do t'i menaxhojë ato komplikacione. Thjesht në duart e profesionistit që ato komplikacione minimizohen dhe jo në qendra estetike që në fundi mund t'i mbyllin telefonat atij pacient dhe ai është në rrugë dhe nuk di çfarë të bëjë dhe si të veprojë. Dhe ndonjëherë vijnë shumë vonë tek ne për t'u trajtuar kur janë të deformuar në fytyrë. Ndonjë rast të tillë që do ma përshkruaj që Një rast të fundit mund të them për buzët, injektimi i një produkti që unë nuk e njihja çfarë ishte realisht, i patretshëm, që kishte bërë granuloma ose topta në gjithë zonën e buzës dhe ishte e deformuar komplet, domethënë. Dhe sado injektime të ndryshme, produkti kortizoni për të ulur inflamacionin, nuk arriti 100% që ta shkrinte atë. Duhet i drejtoj kirurgjisë. Pra për të pastruar çfarë është injektuar në këtë rast. Pra një thirrje për të gjithë ata që na dëgjojnë, kur edhe pse duket ndonjëherë procedurë thjesht apo që mund ta bëjnë dhe kur reklamohet kushdo apo në parukeri apo në klinika estetike, bëni kujdes. Nuk është kaq e thjesht. Duhet patjetër të kuptosh, nëse të njohësh shumë mirë atë që e aplikon, e para dhe e dyta çfarë ju aplikojnë. Substanca që futet. Po. Doktor Regina, të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi e gjithë biseda dhe të gjitha këshillat që shpresoj të jenë të vlefshme për ata që u intereson kjo fushë. Faleminderit shumë dhe juve. Ishte kënaqësi.